Mirëdita. Rezolutat ndërkombëtare të CDI, IDU, EPP kanë denoncuar publikisht dhe me germa të mëdha shtetin e Edi Ramës si një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Kjo është e vërteta e pamohueshme. Pasi ato janë njohur me qindra fakte të pakundërshtueshme, kanë konkluduar se shteti aktual shqiptar është një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Kjo është arsyeja ndër më kryesoret sepse komuniteti ndërkombëtar i Qendrës Djathtë i dënoi me dënim kapital me datën 30 prill 2025 zgjedhjet që do zhvilloheshin 10 ditë më vonë në Shqipëri. Cili do që lexon rezolutën e Valencias të censuruar në mënyrën më totale, po thuaj, nga mediat e qeverisë për shqiptarët, konstaton se ajo rezolut i thot opinionit publik ndërkombëtar dhe shqiptarëve se në Shqipëri nuk do ketë zgjedhje por farsë elektorale. Pra, kemi të bëjmë pse çfarë ka këtu. Kjo është e vërteta absolute. Si për asnjë zgjedhje tjera, unë nuk di në memorien e kohrave që një zgjedhje të dënohet 10 ditë para zhvillimit. Pse e them këtë? E them këtë sepse komuniteti ndërkombëtar kur nuk udhëhiqet nga paragjykimi. Ose thot, kur nuk ka siguri, thot ka dyshime. Thot ka dyshime. Por këtu nuk ka thënë ka dyshime. Ka deklaruar se Edi Rama po blen vota me lek, sepse ka parë vendimin e dhënjes pensioneve, e dhënjes 100 euro pensionistëve. Ka deklaruar se po blen vota me kanabis, sepse ka parë vendimin e dhënjes 138 licencave. Nuk ka deklaruar se do falë gjoba se ky vendim ishte 2 ditë të fundit. Pra, kemi të bëjmë me një vdekje të paralajmëruar të procesit zgjedhor dhe zhvillimin e paralajmëruar të një farse zgjedhore. Farse të plot zgjedhore, si zhvillohet në gjitha regjimet narkodiktatoriale. Në 11 maj do ndalem vetëm në një aspekt. Në aspektin që me cilin fillova, ky shtet është ndërmarrje si përbashkët, ndërmarrje përbashkët me krimin e organizuar. Krahas patronazhistëve, krahas blerjes publike të votave, bota e krimit në këto zgjedhje ishte më zyrtare se kur. Ishte zyrtare. Ajo veproi në ombrellën e prokurorisë dhe politikës.
Edi Rams me të gjithë mjetet e veta. Bandat në qytetet e mëdha të vendit, po jo vetëm ato, arritën të fusin parlament, të punojnë për 28 deputet. Para jush, në fushat, unë kam denoncuar bashkërendimin e bandave të Durrësit dhe Elbasanit, darkat e shpeshta tek një lokal në Shkëmbi i Kavajs, në mos gabohem, diçka me kuajt ka ky lokal, më vjen mirë tani kujtoj pak, kam botuar statusin, ku darkonin së bashku Ergys Agasi, Elvis Doçi, Suel Çela, Vangjush Dako. Tani, pas këtij denoncimi, ata u transferuan nga lokali Grazhdi i Kuajve, Kodra e Kuajve, faleminderit që ma kujtuat, tek lokali, tek shtëpia e Dakos në blok. Aty janë organizuar të gjitha takimet. Këto janë të gjitha të denoncuara. Tani, të pyesim pak shqiptarët, të kujt janë votat. Vetëm 3 nga këta kandidat, vetëm 3, ose 4 nga këta kandidat, kanë 80.000 votat regjistruara. Kampion është natyrisht Sara Mile. Kampion është Alken Balla. Kampion është Ani Dyrmishi. Kampion është Blendi Xhabafti. Po, Blendi Xhabafti, këta zbashku, këta të 4 eksponent, bëjnë rreth 80.000 vota. Dhe nuk janë, pra këta janë vetëm pararoja e kontingjentit të krimit të 28 deputetëve që morën urdhër për të bandat, morën urdhër nga Edi Rama për të mbështetur bandat. Avokatërve të farsës elektorale të qeverisë, narkoqeverisë. U them se duke mbrojtur farsën kryen një krim të shëmtuar kundër lirive më themelore të qytetarëve shqiptarë. Dhe dëshmoi më mercenar se çdo lloj mercenari tjetër. Shtroj dhe njerë pyetjen, të kujt janë 80.000 votat 4 deputetëve të partisë krimit? Të kujt janë? Një lidhje e plot dhe totale me pushtetin. Ju e murt vesh që Elvis Doçi apo Poja në një harë kohor të shkurtër leje për ndërtim në 2 hoteleve, një në